mësoni si të respektoni vetën tuaj dhe të ndryshoni jetën. A e gjeni vetën duke kërkuar vazhdimisht miratimin e të tjerëve dhe duke ndjerë një zbrasti emocionale. Kjo video zbulon shenjat delikate të mungesës së vetërespektit që po ju pengojnë të jetoni jetën që meritoni ju. Kur mungesa e vetërespektit kthehet në vetëshkatrim, humbja e besimit te vetja dhe rrënja e produktivitetit nuk janë rastësi, por pasoja direkte të një vlerësimi të ulët për veten. Mungesa e vetërespektit mund të çojë në një spiral negative dhe si ta ndaloni atë përpara se të jetë vonë. I nderuar miku im, a e keni ndjerë ndonjëherë atë zërin e mbrëmshëm që ju thotë se nuk jeni mjaftueshëm të mirë? Atë ndjenjen e rëndë që ju zbret energjinë, ju turbullon gjykimin dhe ju bën të dyshoni në çdo hap që hidhni. Kjo rënje e besimit dhe e produktivitetit nuk ndodh rastësisht. Zakonisht këto janë pasoja direkte të një armik i padukshëm që vepron nga brenda. Shumë prej nesh anashkalojnë, duke e justifikuar si një ditë e keqe apo një periudhë stresi. Por çfarë ndodh kur kjo periudhë nuk mbaron kurrë? Çfarë ndodh kur mungesa e respektit për veten fillon të gryje themelet e qenies suaj, duke ju futur në një spirale të rrezikshme vetëshkatrimi? Sot do të flasim pikërisht për këtë, si një perceptim negativ për veten shndrohet në një forcë shkatruese dhe si ta ndalojmë përpara se të jetë tepër vonë në jetën tonë. A e dini se studime të shumta tregojnë se një numër i madh njerëzish luftojnë me nivele të ulta të vetvlerësimit? Që nuk është thjesht një statistikë. Ajo përfaqëson një betejë të heshtur që miliona njerëz zhvillojnë çdo ditë me veten. Një betejë që shpesh i lë të pa shpresë, në ankth dhe me një aftësi të cunguar për të funksionuar. Kur ky vetvlerësim i ulet bëhet kronik, ai nuk është më thjesht një ndjenjë, por kthehet në një sjellje vetëshkatshfaqet në mënyra nga më të ndryshme. Tani do të shohim anatominë e vetëshkatrimit. Shenjat që nuk duhen injoruar në jetën e juaj. Mungesa e vetërespektit nuk është gjithmonë e qartë. Ajo nuk vjen me paralajmërim, por maskohet pas zakoneve të përditshme, mendimeve kalimtare dhe reagimeve që ne i kemi normalizuar në jetën tonë. Si dallosh këto shenja është hapi i parë për të rimarrë kontrollin në jetën tënde. Një nga shenjat kryesore është vetbesimi i lëkundur. Është thjesht i turpshëm, por të kesh një mosbesim të thellë te gjykimi dhe aftësitë e tua. Ndoshta e kapni veten duke shmangur sfidat e reja në punë, jo sepse nuk jeni i aftë, por sepse jeni i bindur se do të dështoni. E kontrolloni një email 10 herë para se ta dërgoni, jo nga perfeksionizmi, por nga frika se si do t'ju gjykojnë. Ky vetbesim i ulët ushqen një dialog të mbrëmshëm negativ, një kritik të pamërshirshëm që të përsërit vazhdimisht: nuk je i aftë, ose do ta ky zë bëhet aq i zakonshëm sa që nisim ta besojmë si të vërtetë. Prandaj, një tjetër shenjë alarmante është nevoja e vazhdueshme për miratim nga të tjerët. Vlera juaj fillon të varet nga pëlqimet në rrjetet sociale, nga një fjalë e mirë e shefit, apo nga vëmendja e partnerit. Jeni vetën duke bërë gjëra që nuk i doni, vetëm për të kënaqur të tjerët dhe për të shmangur refuzimin. Kjo shpesh lidhet me një frikë të thellë nga braktisja. Mjafton një distancim emocional nga dikush për të shkaktuar ankth dhe një ndjenjë boshllëku. Kjo frikë ju shtyn të veproni nën presion, vetëm për të ruajtur lidhje, sepse në thelb besoni se vlera juaj ekziston vetëm në sytë e të tjerëve. Paralelisht, zhvillohet një prirje për të fokusuar vetëm te të metat. Kur shiheni në pasqyre, nuk shihni tiparet tuaja, por vetëm defektet. Kur mendoni për ditën, nuk kujtoni sukseset, por vetëm gabimin e vogël që keni bërë. Ky fokus negativ e shtrembron krijuar një portret të zymt dhe të pasakt të vetës. Në format më të rënda, kjo gjendje çon në një rrënje drastike të energjisë mendore, profesionale dhe morale. Vullneti për të vepruar shuhet dhe besimi te vetja pothuajse zhduket. Bota fillon të duket si një vend pa shpresë, një ndjenjë që, sipas studimeve,
është pararendse e problemeve serioze të sjelljes. Njerëzit në këtë gjendje shpesh neglizhojnë kujdesin bazik për veten, si ushqimin, higjienën, sepse thellë ndjejnë se nuk e meritojnë. Këtu mungesa e vetrespektit është kthyer tashmë në vetëshkatrim aktiv. Ti duhet ta dish pse ndodh kjo. Rrënjët e thella të mungesës së vetrespektit për ta luftuar këtë armik, duhet të kuptojmë se nga vjen. Mungesa e vetrespektit rrallë lind nga asgjëja. Ajo ka rrënjë të thella, shpesh të mbjella në fëmijëri dhe të ushqyera nga përvojat e jetës. Shumë psikologë besojnë se themelet e vetëvlerësimit ndërtohen në fëmijët që rriten në mjedise ku kritikohen vazhdimisht, ku dashuria jepet me kushte ose ku prindërit janë emocionalisht të paqëndrueshëm, mësojnë një mësim të rrezikshëm. Unë nuk jam i denjë për dashuri ashtu siç jam. Kjo ide ngulitet thellë në subkonsciencë dhe bëhet filtri përmes të cilit ata e shohin botën edhe si të rritur. Ata mund të bëhen të rritur që kërkojnë vazhdimisht sigurinë emocionale që nuk e patën kur ishin fëmijë, duke u kapur pas marrëdhënieve, duke u bërë të varur nga miratimi i jashtëm. Përvoja traumatike si humbja e një njeriu të dashur, tradhtia në marrëdhënie apo bullizmi në fëmijëri, apo edhe i rritur kur dikush ju bullizon, apo dështimet e mëdha mund të jenë katalizator të fuqishëm për rrënjën e vetrespektit. Këto ngjarje shkaktojnë ndjenja faji, turpi dhe pamjaftueshmëri. Problemi është se truri ynë, duke u përpjekur të na mbrojë nga dhimbja, krijon mekanizma mbrojtës. Për shembull, mund të filloj të besoj se askujt nuk duhet t'i zësh besë. Dikush që ka dështuar në një projekt të rëndësishëm mund të adoptojë mendimin unë jam i paaft për të shmangur rrezikun e një dështimi tjetër. Këto mekanizma ndonëse në ndukje mbrojtës, por me kalimin e kohës thehen në një burg emocional, duke na penguar të ecim përpara. Nuk duhet të harrojmë as presionin e shoqërisë moderne. Jemi të bombarduar vazhdimisht me imazhe perfeksioni, trupa perfekt, jetë perfekte. Kjo krijon një standard të paarritshëm që na bën të ndihemi vazhdimisht të pamjaftueshëm. Krahasimi i vazhdueshëm në rrjetet sociale është një recetë e sigurt për uljen e vetvlerësimit, sepse aty ne krahasojmë prapa skenat tona të rrëmujshme me skenën e kuruar me kujdes të dikujt tjetër. Prandaj kujdes se me cilin ti e krahason veten tënde. Të fundi, te lodhja kronike dhe stresi në punë mund të na çojnë drejt varësisë nga puna, e cila është vetëshkatruese. Kur identiteti ynë lidhet tërësisht me punën, çdo pengesë profesionale perceptohet si një dështim personal, duke gryer edhe më tej vetrespektin tonë. Nëse duke dëgjuar këto fjalë keni pohuar me kokë sepse keni gjetur pjesë të vetës, dijeni se nuk jeni vetëm. Ta pranosh problemin është hapi më i vështirë, por edhe më i rëndësishmi në jetën tuaj. Në pjesën tjetër të kësaj video do të flasim për zgjidhjet, për hapat konkret që mund të